Komisioni Qendror i Zgjedhjeve u kërkon emigrantëve të mos fotografojnë votën dhe as ta publikojnë atë. Kjo shkelje ligjore mund të ndiqet penalisht. Rama shpallpaqen fiskale me biznesin që synon të ulë presionin ndaj sipërmarrësve, ndërsa Berisha dhe Beleri në Jug kërkon votën e himariotëve në 11 maj. Avokatët e Sali Berishës kërkojnë përjashtimin e gjyqtarës që kanë në duar fatin e dosjes Partizani. Vendimi do të merret në datën 5 maj. Zbulohen prova të reja për atentatin në Lundër me 4 të plagosur. Sendet e gjetura në vendin e ngjarjes mund të çojnë në identifikimin e autorëve. Birravës. Përshëndetje të gjithëve, do jemi së bashku me lajmet qendrore këtu në televizionin kombëtar Vision Plus. Shohim tani me radhë zhvillimet kryesore të ditës së sotme, duke u përqendruar fillimisht tek zgjedhjet. Komisioneri shtetëror i zgjedhjeve Ilirian Celibashi bëri thirrje sot emigrantëve shqiptar në botë që të mos e fotografojnë votën dhe as ta publikojnë atë në rrjetet sociale. Sipas tij, ky akt përbën një vepër penale dhe mund të ndiqet edhe penalisht. Ndërkohë, deri më tani më shumë se gjysma e zarfeve janë tërhequr nga diaspora. Nga afro 246.000 zarfe të dërguara votuesve në diasporë, emigrantët kanë tërhequr deri në këtë moment rreth 154.000 të tjerë, ndërsa pranë Komisionit Qendror të Zgjedhjeve kanë mbërritur 12% e dërgesave me fletë të plotësuara. Kanë mbritur në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve deri tani dhe janë përpunuar 19.025, po ky numër deri në fund të ditës 19.025 deri në momentin që ne flasim. Po deri në fund të ditës, sepse ne dim se sa zarfa ka dorëzuar shërbimi DL-s, do të jenë rreth 22.000. Pra janë rreth 22.000 fletë votimit, të cilat janë kthyer mbrapsht. Por si përgjigjet KQZ emigrantëve të cilët publikojnë votën e tyre në rrjetet sociale, dhe a konsiderohet ky një standard i dyfish në krahasim me votuesit vendas, të cilët mund të dënohen nëse fotografojnë votën? Bëjmë me dje edhe njërë publikisht që fotografimi votës dhe atë çfarë janë duke bërë ata që janë duke bërë atë në rrjetet sociale, në gjykimin dhe në vlerësimin tim janë duke kryer një vepër penale, po nuk jam unë autoriteti që vendos për këtë çështje. Unë e vlerësoj si një veprim i cili klasifikohet si vepër penale. Është ndaluar rreptësisht publikimi i votës, fotografimi dhe publikimi i votës. Kreu i KQZ-s konfirmoi se është në komunikim të vazhdueshëm me SPAK, si dhe ka një numër procedimesh që po ndiqen, bazuar edhe në denoncimet e subjekteve zgjedhore. Paqja fiskale, sipas kryeministrit Edi Rama, do të lehtësojë një herë mirë bizneset. Nga Elbasani, kryetari i Partisë Socialiste nënvizoi se do të marrë fund epoka inspektorëve në terren dhe kontrollet do bëhen përmes inteligjencës artificiale. Nga Elbasani, gjatë një bashkëbisedimi me përfaqësuesit e biznesit, kryetari i Partisë Socialiste Edi Rama prezantoi paketën e paqes fiskale, e cila do të shërbejë për të lehtësuar biznesin në lidhje me pagesat ndaj shtetit. Ne nuk duam të synojmë rritjen e mëtejshme të ardhurave duke ushtruar presion mbi sipërmarrjen dhe duke bërë më shumë dëm se sa mirë. Për këtë arsye, kemi menduar një plan që bazohet në një princip i njohur që nga koha e Romës lashtë, i përdor vazhdimisht her pas here në forma të ndryshme, një plan paqeje fiskale. Detajet konkrete për mënyrën se si do të funksionojë kjo paket i dha Ministre e Shtetit për Sipërmarrjen dhe Klimën e Biznesit Delina Ibrahimaj. Komponenti parë është tatimi i dakordësuar mbi fitimin. Komponenti dytë është rishikimi i pasqyrave financiare dhe komponenti tretë është falja e detyrimeve apo kamatvonesave. Do t'i propozohet biznesit një masë tatimi mbi fitimin, e cila do të tatohet në masën 15%. Të gjitha bizneset që do të vendosin të hynë në këtë marrëveshje me administratën tatimore, do të përjashtohen nga çdo lloj kontrolli tatimor, nëse biznesi do të vendos që do të deklarojë
një të ardhur më të lartë, një fitim më të lartë se sa i dakordsuar me administratën tatimore, për fitimin shtesë, biznesi do të tatohet me 5%. Të fshim të gjitha borxhet, detyrimet, interesat, kamatvonesat të bizneseve të cilat janë më të vjetra se 10 vjet. Edi Rama tha se nuk do të ketë më inspektor në për biznese, por kjo do të bëhet me inteligjencë artificiale. Kryetari i Partisë Demokratike Berisha kërkoi sot votën e himariotëve duke premtuar se do zgjidhë përfundimisht problemin e pronave. Lideri i opozitës u tregua i ashpër me kryebashkiakun e Himarës Vanqel Tavon, për të cilin tha se grabiti tokat në Gjipe për llogaritë e Edi Ramës. Premtimi kryesor i kreut Partisë Demokratike Sali Berisha në Himar ishte përfundimi i procesit kthimit pronave e pajisja banorëve të kësaj zone me certifikatat e pronësisë. Në një takim pjesë e cilit ishte edhe Fredi Beleri, Berisha deklaroi se prona e himariotëve nuk do të preket. Jam këtu për të zotuar para jush se qeveria e ardhshme, pa prekshmërinë e pronës, rikthimin kompensimin e saj, pajisjen tuaj me dokumenta, të gjitha legalizimet dhe çdo gjë që keni, do t'i ketë përparësi absolute. Berisha akuzoi kryebashkiakun socialist i Himarës, Vanqel Tavon, dhe kryeministrin Edi Rama se ka marrë prona në Gjipe të cilat nuk i takojnë. I them Vanqel Tavos, misioni yt, bravo, bravo. Ashtu është. E meriton plotësisht neverin tuaj, sepse erdhi vetëm misionar i qëllimeve mafioze të Edi Ramës, i cili me familjen e tij don të plaçkis tokat e manastirit të Skutaras, don të plaçkis Gjipen. Edi Rama s'do ta gëzosh kurrë atë tokë. Berisha akuzoi kryeministrin Edi Rama për korrupsion e nga Himara u bëri apel qytetarëve që sa herë dëgjojnë batutat e liderit të mazhorancës të mendojnë për situatën e tyre ekonomike. Ftoj çdo nën, çdo motër, çdo zonjë, zonjushe, mos harroj se në kohë kur ju qeshni, ai ka futur dorën në xhepat tuaj, ai ka futur dorën në parat tuaja, ai ka futur dorën në tart me five tuaj. Prandaj kujdes sa ju vjedh edhe kur ju buzëqeshni. Pas Himarës, Berisha takoi banorët e Borshit, të cilëve u shpjegoi programin e Aleancës për Shqipërinë Madhështore. Do të ndalemi tani tek plani i paqes fiskale i prezantuar sot nga zoti Rama. Do flasim më tej për këtë çështje me profesorin e ekonomisë zotin Adrian Civici. Mirëmbrëma profesor. Mirëmbrëma. Atëherë, pyetja e parë, sot jemi njohur më shumë detaje për atë që qeveria e quan paqe fiskale, ku në fokus është formalizimi i ekonomisë përmes deklarimeve që do bëjë vetë biznesi i madh. Në dijenin tuaj, kjo është nismë me bazë reale apo është më shumë elektorale? Pavarësisht se bëhet në një moment të fushatës elektorale, mendoj që është një domosdoshmëri, një nevojë reale për të qartësuar shumë element që sistemi fiskal deri tani shpeshherë më shumë e ka komplikuar se sa i ka zgjidhur problemet. Natyrisht termi paqe fiskale është term i vjetër, është përdorur në disa aspekte, përdoret nga disa vende të ndryshme, po në fakt më shumë se sa paqe fiskale, unë do thoya që kjo është një marrëveshje për një transparencë më të madhe fiskale dhe një lloj korporatizmi në partneritetin midis shtetit dhe biznesit për sa i përket vendosjes dhe marrëveshjes për nivelin e të ardhurave dhe nivelin e taksave. Po, qeveria profesor thotë që ju deklaroni më shumë fitim, unë do t'ju tatoj jo 15, por 5%, dhe në finale nuk do keni kontrole. A e stimulon kjo mas formalizimin e ekonomisë? Formalizimin po problemi është që nëse do bëhet me deklarim, vështirësia kryesore është që sa të prirur janë bizneset që të deklarojnë realisht nivelin e fitimit tyre dhe mos e reduktojnë ose kufizojnë atë deri në atë madhësi që negociojnë me qeverinë për të paguar vetëm 15%. Po natyrisht është një formë që më tepër ka të bëjë me transparencën fiskale, ka të bëjë me eliminimin e një lloji tensioni midis sidomos bizneseve dhe kontrolleve të erëposershme,
ne kemi pasur plot raste dhe fakte që nga të dy anët ka pasur edhe shpeshherë acarim të marrëdhënie për sa i përket kontrollit dhe vazhdueshmërisë fiskale, por mendoj që ky element që është shumë i rëndësishëm duhet shoqërohet edhe me disa elemente të tjerë që kanë bëjnë me atë që quhet qëndrueshmëria fiskale. Pra ne hym në grupin e atyre vendeve që kemi një sistem fiskal shumë paqëndrueshëm, që ndrohet vazhdimisht, që shkakton probleme si për biznesin ashtu dhe për buxhetin e shtetit për sa i përket mbledhjes së të ardhurave dhe vetë punën e transparencës fiskale, kështu që besoj që duke i kombinuar të tre këto element, atëherë edhe termi paqe fiskale mund të ishte një term i kuptuar në versionin e gjerë të tij dhe jo thjesht si paqe fiskale, sepse kur thua paqe fiskale nuk mund të nënkuptosh deri tani ka qenë qoftë thonë za luftë fiskale. Një luftë fiskale. Ndërkohë plani parashikon edhe një falje, le të themi, të detyrimeve dhe kamat vonesave për një periudhë 5 vjeçare. A jemi përballë një amnistie të pjesshme me këto masat propozuara nga qeveria? Jo, sepse amnistia fiskale ka kuptim më të gjerë se sa kaq. Unë mendoj që më tepër kemi të bëjmë me një element që futet në termin falje fiskale. Pra, qeveria fal apo heq dorë nga mbledhja e disa detyrimeve të prapambetura, të pa deklaruara ose deklaruara pjesërisht nga ana e bizneseve në emër të një, po themi, periudhe të re në kushtet e kësaj pakete të faljes fiskale, ku çdo gjë fillon nga e para dhe fillon me më shumë transparencë, me më shumë rregull dhe me përdorimin më masiv dhe më aktiv të inteligjencës artificiale për të edhe kontrolluar edhe llogaritur sakt se sa është fitimi. Është praktikë që zbatuar në shumë vende të botës, duke filluar nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, shumë vende të Bashkimit Evropian, janë forma që përdoren, më shumë përdoren edhe në vendet e Azisë, ku është një lloj kapitalizmi që quhet kapitalizmi korporatist, pra ka një partneritet më evident midis shtetit dhe bizneseve, ku përfshihet edhe kjo lloj marrëveshje për masën e fitimit dhe masën e fiskalitet apo të taksimit që ushtrohet. Profesor, faleminderit për komentet e sqarimet tuaja. Faleminderit dhe juve. Ecë më tej. Kërkesa për përjashtimin e gjyqtares Flojera Davidi është bërë shkak që vendimi për kalimin ose jo për gjykim të dosjes Partizanit të shtyhej sërish. Kencë Gjokutaj, avokati i ish-kryeministrit Berisha, i tha gazetarëve sot se gjyqtarja është treguar e njëanshme, ndaj sipas tij duhet të largohet nga procesi. 6 muaj nga dorëzimi në gjykat, zvarritja për vendimin nëse dosja Partizani do t'i nënshtrohet apo jo gjykimit vazhdon. Edhe këtë të njëjtë seanca dështoi pasi mbrojtësit e të pandehurve kërkuan përjashtimin e gjyqtares së çështjes Flojera Davidi. Ne unanimisht të gjithë subjektet e kësaj çështje morëm një vendim për të kërkuar përjashtimin e gjyqtares Flojera Davidi për një anshmëri të theksuar në vendimarrjen e saj, një kaos gjyqësor i cili pa shpjeguar shkaqet e lishmërisë apo pa lishmërisë së kërkimeve tona, mori një vendim të padrejtë. Ne do të vijojmë pastaj, me detyrohet vijojmë me gjyqtaren Flojera Davidi, është në datën 5 maj në orën 11:30. I pyetur nëse këto kërkesa prej 6 muajsh janë artifica ligjore për të shtyrë procesin pas zgjedhjeve, Gjokutaj thot. Kjo e zgjedhjeve nuk është eklipsi i diellit. Dakord? Pse e lidhi me zgjedhjet? S'ka lidhje kjo punë me zgjedhjet, sepse shiko, po t'ishte se kodi do parashikonte që në 11 maj suprimohet kodi i procedurës penale dhe kodi penal, e kupton? Atëherë mund të thisi për një shtyrje. Në këtë proces janë marrë të pandehur Sali Berisha për kohën kur ka qenë kryeministër, dhëndri i tij, një noter dhe 2 biznesmen. SPAK e akuzon Berishën për korrupsion në favorizimin e dhëndrit të tij për të privatizuar truallin e kompleksit sportiv Partizani. Gjykata e posaçme e apelit rrëzoi kërkesën e kryebashkiakut të Tiranës Veliaj për të hequr sekuestron e celularit të tij.
Zoti Velie pretendoi kthimin e telefonit personal që u bllokua ditën kur është arrestuar nga agentët e Byros Kombëtare të Hetimit në zyrat e Bashkisë. Velia është në hetim për korrupsion pasiv në 9 raste dhe për pastrim parash. Një ditë më parë, gjykata vendosi ta lërë në qeli Velien sërish, ndërsa rrëzoi edhe ankimimin e bërë nga biznesmeni Elman Abule, i cili mbeti në arrest shtëpie. Ish kryetari të gjykatës kushtetuese Bashkim Dedja i është konfiskuar pasuria e tij me vendim të gjykatës posaçme. Në datën 13 shkurt ai u shpall fajtor dhe u dënua me 6 muaj burg për fshehje të pasurisë dhe për deklarim të rrem. Dedja si u konvertua dënimin me burgim në 1 vit të shërbim prove. Bashkim Dedja është i pari ish gjyqtar i shkarkuar nga vetingu dhe i dënuar nga gjykata e posaçme kundër korrupsionit, ndërsa të tjerë ish gjyqtar dhe ish prokuror të shkarkuar nga vetingu janë ende në hetim nga Spaku. Ish kryetari i gjykatës kushtetuese e kaloi shkallën e parë të vetingut, por në shkallën e dytë kolegji i posaçëm i apelimit e rrëzoi atë duke e larguar përfundimisht nga detyra. Hetimet për atentatin në Lundër pak ditë më parë me 4 të plagosur rëndë kanë nxjerrë në dritë prova të reja. Bëhet fjalë për disa sende personale të gjetura në vendin e ngjarjes, përmes të cilave mund të bëhet dhe identifikimi i autorëve të dyshuar. Disa prova në vendin ku ndodhi atentati në Lundër të Tiranës, ku u plagosen 4 persona mes të cilave 2 të mitur, kanë sjellë progres në hetimet e policisë e Tiranës. Sendet e gjetura japin shpresë për hetuesit e krimeve të rënda për zbulimin e identitetit të autorëve të dyshuar, si dhe në zbardhjen e plotë të ngjarjes. Burime bëjnë me dije se pikërisht në vendin ku ndodhi sulmi me armë ndaj mjetit luksos tip G-klas, janë gjetur disa sende personale që mendohet se u përkasin 2 autorëve. Sipas hetuesve, autorët kanë qëndruar për një kohë të shkurtër në atë vend, ku besohet se u kanë rënë objekte dhe ku kanë dëmtuar dhe një gardh metalik. Në këto sende janë zbuluar gjurmë dhe material gjenetik, të cilat janë dërguar në laborator për analizë. Pritet që në vijim të kryhen krahasimet gjenetike për të identifikuar dhe ndaluar personat e përfshirë në atentat. 2 autorët e plagosjes së 4 fisht me njëherë pas ngjarjes u larguan me shpejtësi në drejtim të Elbasanit, pasi dolën në autostradë janë futur në zonat rurale të Tiranës për të humbur gjurmët, ndërkohë që motori që u përdor nga ata u gjet me pas i djegur në afërsi të Mulletit. Hetuesit e krimeve të rënda në policinë e Tiranës po hetojnë disa pista. Në shënjestër mund të ketë qenë gruaja Roan Brahimit, e cila jeton në afërsi të banesës së 2 të miturve. Ditën e atentatit, 2 orë përpara, në Lezhë u vra Gjovalin Prendi, babai Roan Brahimit, ky i fundit i njohur për përplasjet e forta me disa grupe rivale. Një tjetër pistë është ajo e fajdeve. Pra nëse familja 2 fëmijëve të mitur që mbeten të plagosur janë të përfshirë në këto skema të jashtëligjshme apo jo. Në këtë rast hetuesit kanë dyshime se përplasja me persona të tjerë për shkak të fajdeve të pashlyera mund të jetë një motiv për atentatin. Edhe në këtë pistë, e cila është në fazën e verifikimeve, grupi hetimor beson se autorët kanë ngatëruar shënjestër, duke mos ditur se brenda mjetit ishte shoferi i familjes Demiraj, 2 djemë të mitur, si dhe komshiu i tyre adoleshent. Arresti në flagrancë ish drejtoreshës së Spitalit të Dibrës, Irini Sheu, akuzuar për dhunë dhe kërcënime, nuk është ekzekutuar ende. Ajo po qëndron në pavion me pretendimin se është sëmur. Në këto kushte policia po e ruan derisa mjekët e tjerë të vendosin për gjendjen e saj shëndetësore. Ish drejtoresha e Spitalit Rajonal Dibër, Irini Sheu, është vënë në arrest me urdhër të prokurorisë. Masa erdhi pas disa denoncimeve të bëra nga mjekët të spitalit për kërcënime dhe fyerje ndaj tyre nga ana e shehut. Situata degradoi një ditë më parë, kur Irini Sheu hyri në ambientet e spitalit dhe u konfliktua me drejtorin e ri Rushdie Deda, që e zëvendësoi atë pas shkarkimit për dhunë ndaj shefit të financës. Menjëherë pas përplasjes me drejtorin e ri, pasi ky i fundit njoftoi policinë, Sheu kërkoi trajtim mjekësor duke pretenduar se kishte probleme kardiake. Ajo hapi edhe një kartel shtrimi duke qëndruar në një nga dhomat e spitalit. Nisur nga kjo, Blut e Dibrës e patën të pamundur dërgimin e saj në dhomat e paraburgimit. Irini Sheu është mbajtur në nënvëzhgim nga policia gjatë gjithë kohës, ndërsa pritet që mjekët të japin rezultatet e gjendjes së saj shëndetësore dhe ta dërgojnë më pas në polici. Ndaj 44 vjeçares ka disa kallëzime në polici për dhunë fizike dhe psikologjike dhe po ashtu për kërcënime nëpërmjet thirrjeve apo mesazheve telefonike. Ish drejtoresha e spitalit mban gjithashtu postin e kryetares së Këshillit të Bashkisë Dibër që prej vitit 2023 në radhët e Partisë Socialiste.
Dita e shtunë është shpallur ditë zije kombëtare nga qeveria jonë në shenjë respekti dhe mirënjohje për Papa Franceskun. Në të gjitha institucionet shtetërore dhe publike në Shqipëri, flamuri kombëtar do të ulet në gjysmështizë. Gjithashtu, stacionet radio-televizive, publike dhe private gjatë ditës së zisë kombëtare ftohen të transmetojnë edhe muzikë funebër. Papa Francesku ndroi jetë të hënën si pasojë e arrestit kardiak në moshën 88 vjeçare. Ndërsa Kosova ndodhet në një krizë politike i ngarkuar i Brukselit për dialogun, Peter Sorensen bisedoi sot në selinë e qeverisë në Prishtinë me zëvendës kryeministrin Besnik Bislimi. Ndërkohë, kryeministri Albin Kurti refuzoi të përgjigjet sërish për vonesat në krijimin e institucioneve si pasojë e bllokimit të punës së kuvendit. I dërguari i posaçëm i Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi mbërriti në Prishtinë këtë të njëjtë në një vizitë të paparalajmëruar. Sorensen shkoi në zyrën e kryeministrisë ku u takua me zëvendës kryeministrin dhe kryenegociatorin e dialogut Besnik Bislimi. I pyetur nga mediat, Sorensen tha se erdhi në Kosovë për të punuar pa dhënë shpjegime të mëtejshme. Jam në Prishtinë në kuadër të angazhimeve si emisari i dialogut bashkë me stafin tim. Pas Prishtinës do të shkojmë në Beograd. Është një vizitë normale. Jam i lumtur që jam këtu. Do të vazhdoj në Beograd dhe pastaj në Bruksel. Jemi duke punuar. Kaq. Vizita e diplomatit evropian në Kosovë, ndërsa shteti ka ngecur në krijimin e institucioneve dhe konstituimin e parlamentit të dalë nga zgjedhjet e shkurtit. Vetvendosja parti e parë, edhe pse nuk i ka numrat e nevojshëm, këmbgul në emrin e Albulena Haxhiut për kryetare, por kjo e fundit nuk gëzon mbështetjen e opozitës. E me gjithë krizën institucionale që sa vjen e thellohet, kryeministri në detyrë Albin Kurti ka kyçur gojën për këtë çështje duke shmangur vazhdimisht komunikimin publik. Keni ndonjë ndryshim të këtij shëndrimi si ne ndërtojmë ura, banorët e Rogovës punojnë tokën e shiu është për breqet. Një ditë më parë, mediat protestuan ndaj Kurtit në mënyrë simbolike duke lënë për tokë kamera e mikrofona, ndërsa kryeministri në detyrë largohej nga kuvendi për në kryeministri. Flamurtari është shpallur për herë të 26 në histori kampion kombëtar në basketball për femra. Vajzat vlonjate dominuan Tiranën në sfidat finale, duke festuar me tifozët vendas një sukses të rëndësishëm, i treti në këtë sezon, pasi më herët kishin triumfuar edhe në Ligën Unike dhe në Superkupën e Shqipërisë. Flamurtari u shpall kampioni i Shqipërisë në basketball për femra pasi mundi në ndeshjen e tretë finale Tiranën me rezultatin 63-53. Suksesi merituar për vajzat vlonjate, të cilat e dominuan serinë me 3 takime në finale ndaj vajzave bardhë blu. Për flamurtarin ky ishte titulli numër 26 në histori në basketballin e femrave. Sa i takon kronikës së takimit që kurorëzoi bregdetaret si kampionet të vendit, duhet thënë se që në periudhën e parë u kuptua dukshëm historia e kësaj përballjeje. Vendaset të mbështetura edhe nga një publik i zjarrt fituan këtë periudhë me rezultatin e thellë 20-7, duke i bashkëngjitur pastaj edhe suksesin 15-9 në periudhën e dytë. Në total flamurtari shkoi në pushim mes pjesëve në avantazhin 19 pikësh, një avantazh që do thellohej edhe me një pikë tjetër në fund periudhës së tretë. Megjithëse Tirana fitoi periudhën e fundit 21-11, kjo diferencë ishte e pandijeshme në tentativën e bardhë bluve për të përmbysur sfidën. Basketbollistja më e mirë e takimit u shpall Ramos e flamurtarit, ndërsa trofeun vajzave vendase ja dorëzoi presidenti i federatës Avni Ponari. Ishte një ndeshje që kontrolluan dhe fal vajzave që sakrifikuan dhe në mënyrë të veçantë Çozi edhe vajzat e tjera që kanë bërë një kampionat të shkëlqyer dhe neve arritëm të shpallemi kampion në numër 2. Flamurtari është dominuese absolut i këtij sezoni, pasi ka fituar më herët në basketbollin e femrave edhe trofeun e Ligës Unike, si dhe Superkupën e Shqipërisë. Ndërkohë duke qëndruar tek lojrat me dorë, por tek volejbolli tashmë, Tirana fitoi ndaj Skënderbeu të Korçë ndeshjen e parë të serisë së finaleve tek femrat. Vajzat kryeqytetase dominuan takimin në pallatin e sportit Tamara Nikola, duke mundur skuadrën vendase me rezultatin e pastër 3-0. Me përjashtim të setit parë që ka pasur rivalitet deri në pikën e fundit, fituar nga Tirana 24-26, dy setet e tjera u fituan lehtë nga kryeqytetaset, 17-25 dhe 16-25.
Të shtunën Tirana luan takimin e dytë në shtëpi dhe ka shansin për të fituar titullin kampion, ndaj një rivalit të cilit pak javë më parë i mori edhe Kupën e Shqipërisë. Dhe këtu kemi përfunduar me lajmet tona qendrore. Faleminderit dhe miru takofshëm.